I vuri zjarrin banesës së një shtetase me pretendimin se djali i saj I kishte para borxh, identifikohet, kapet dhe arrestohet 27 vjeçari. Menjëherë pas marrjes së kallëzimit të shtetases ML se një person I pa identifikuar I kishte vënë zjarr banesës së saj në lagje numër 1, gjatë kohës që ajo nuk kishte qenë aty, shërbimet e stacionit të policisë së Roskovec organizuan punën për zbardhjen e ngjarjes. Si rezultati I veprimeve të shpejta hetimore të kryera, u bë I mundur identifikimi, kapja dhe vënia në pranga e shtetasit EZ, 27 vjeç banues në Fier. 27 vjeçari dyshohet se I ka vënë zjarrin banesës së shtetases ML me pretendimin se djali I kësaj shtetaseje I kishte borxh një shumë parash. Si pasojë e zjarrit pati vetëm dëme të pjesshme materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.